Unë kam jetu në Gjermani në 19 vite, kom punu në fabrikë dënerit në Gjermani, edhe në pas luftës kom pas të arsëshme që ka nevojë këtë produkt më zhvillu edhe në Kosovë, edhe kena pru për Gjermanisë 2 vite, pas 2 vite e kena marru fabrikën këtu, edhe kena njësë prodhimi këtu në vendin tonë, për arsye më këthy në vend lindje, me investu, edhe me venat punës me siguru ma shumë këtu në Kosovë. Na prodhojna dëner pule, dëner viqi, qebab viqi dhe hamburgera. Dëner pule prodhohet në fabrikën tonë me mishri që vjen prej Zvicrës. Na e marrëm kaqikat, i përpunojna dhe me procedurat që duhet me bo e prodhojna dëner. Edhe për prodhime tjera qebab viqi, dëner viqi, furnizohem këtu në Kosovë. Deri tash jam shumë i kënaqur, kena arrit shumë, kena punu shumë, edhe kena zhvillu vëmëtarin shumë, kena punësu shumë njerëz, në shumë punëtor, kena fillu me 4 vetë, kurse sot i kena 15 punëtor. Këto investime që kena bo janë në mënyrë vetenake, familjes tonë, punës tonë.